Dhe jemi rikthyer në emisionin ton Mendoj një herë. Është hapësira që ne flasim me të ftuarin ton, me një ekspert të fushës, edhe sot kemi goditur në shenjë dhe kemi zgjedhur mjaft mirë. Kemi kënaqësi të kemi në studio Denisa Kelen, e cila është pedagoge dhe në të njëjtën kohë dashamirëse, apasionuar, kurioze nga natyra pas teknologjisë, informacionit dhe çdo gjëje që ndodh vërdall. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, ne kam pritur me kënaqësi më të madhe. Tani ne vëmë në dyshim çdo lloj gjëje. Si e ke marrëdhënien time me konspiracionin? Po, marrëdhënia e këndshme është në sensin që unë jam aty që dyshoj çdo gjë dhe kjo në lloj forme edhe më mbron. Kështu që më pëlqen të dyshoj derisa të provoj vërtetësinë. Ke një konspiracion për momentin që e mbron Teknologjik? në çfarë do lloj fushë? Në qoftë se do fokusohesha në aspektin teknologjik, konspiracioni i momentit është që nuk e di nëse jam duke menduar me mendjen time apo jo. Okej. Unë thash kemi goditur në shenjë, po më bën dy tani. Kjo është ai mendimi që mua më mban. Beson te manipulimi. Te fakti që dhe mendimet e tua kontrollohen ose veprimet e tua kontrollohen? E besoj plotësisht dhe e gjithë kjo epoka tashmë është duke treguar që patjetër që jemi pakthyer në një lloj forme në kavje shumë interesante të atyre që do duan të na manipulojnë. Jemi cyborg. Çfarë po thoja? Kush e përfaqëson shkencën këtu të lutem? Unë. Çfarë po thoja? Shkencën tënde. Çfarë po thoja? Ja. Unë e gjej për herë të parë këtë, po tani një nga temat që ne po flisnim, meqense jemi te manipulimi, gjëja më e thjeshtë e mundshme është fakti që ne përmes telefonit ton po japim akses çdo gjëje. Dhe një variant është që ne përgjohemi, një variant tjetër është që kontrollohemi ose mblidhen të dhëna. Shiko, të dy variantet qëndrojnë, në sensin që në momentin që ti jep accept një lloj linku të caktuar, por jo vetëm pjesa kur ti jep accept, por edhe mënyra se ti sillesh dhe se si ti jeton, pra praktikisht ti je i monitoruar nga mëngjesi deri në darkë. Studiohen të gjitha sjelljet. Krijohet një lloj profilizimi dhe nuk është ideja që ata kanë interesat veçantë për të më profilizuar mua individualisht, por janë interesat për të kategorizuar ose targetuar grupe të caktuara. Dhe ne nuk jemi më njerëz tashmë me emra tanë, pra Denisa, Iliri, por jemi mund të jem Albona, pra mund të jem e ngjashme me Albonën dhe jemi pjesë e një target grupi që Denisa 30 e kaq vjeçë pëlqen këtë gjë dhe është njësoj si Albona që pëlqen të njëjtën gjë. Që ndan interesat përbashkëta. Kështu që në bazë të këtyre segmentimeve të individëve të caktuar, më pas bëhen edhe fushata promocionale, por jo vetëm, edhe personalizime që përdoren më pas edhe nga pjesë të treta, por edhe nga politika tashmë. Pra e gjitha kjo i shërben marketingut edhe pasurimit të themi të bizneseve të fuqishme? Një pjesë e madhe patjetër marketingut, sepse ne kemi parë që si na shfaqen ato reklamat pasi ose kërkojmë diçka, ose kur e bisedon, ju ka ndodhur ndonjëherë që ti ose kur e mendon, nuk e bisedon fare. Kjo më ka bërë përshtypje një ditë, më ka bërë shumë përshtypje që po kjo pjesa e menduarit është tjetër gjë. Pjesa e menduarit vjen nga analizimi jot si individ. Pra në sensin që ai shikon, pra ata që mbledhin të dhonat, shikojnë ato që ti kërkon, ku ndalesh më shumë gjatë ditës, pra kush janë ato reels e informacione që ti ndalesh. Dhe praktikisht ai krijon një profil dhe kupton kush janë gjërat që ty të pëlqejnë. Kjo është logjike. Dhe praktikisht shfaq ato gjëra që ty të pëlqejnë. Pastaj me link të ndryshme, nëse ne japim ato acceptin, që mund t'i japim accept, pra e pranojmë edhe mikrofonin, patjetër që kalojmë në atë pjesën që na përgjojnë, na dëgjojnë. Dhe na japin ato informacione që ata dëgjojnë prej nesh. Ti mendon vërtet që mikrofoni jonë është i hapur edhe ne përgjohemi? Po e mendoj rëndom, në sensin që kjo është një gjë që është reale, është vërtet. Nuk ka nevojë që ta mendoj më. Dakor, në rregull. E supozojmë se ndodh kështu. Ku arkivohen të gjitha këto të dhëna? Do duheshin servera shumë të mëdhenj dhe mendoj që ka kosto shumë të mëdha. Ka servera shumë të mëdhenj, po të siguroj që fitimi i atyre personave që përdorin këto të dhëna është shumë herë më e madhe sa kostoja e mbajtjes dhe përpunimit të këtyre të dhënave. Nuk është një server shëndror, pra praktikisht janë servera në shtete dhe në vende të ndryshme që përdoren më pas për arsye të ndryshme. Pra bëhet analizimi i gjitha këtyre të dhënave dhe përdoren në fushata specifike. Një rast është te Cambridge Analytica, nëse e mbani mend që ka qenë një skandal shumë i madh, pra Cambridge Analytica, po, që të gjitha të dhënat tona u përdoren në moment caktuar për fushatën politike më pas. Për të cilën nuk reagoi dhe nuk pati një shpjegim as Mark Zuckerberg. Ai është një gjyq për vete, për adiktiv, domethënë për faktin që e ka bë
si në formë droge, si më thënë, që me rrjetet sociale të prodhume nga e humbi gjyshin, po, e humbi gjyshin. Thjesht pagun lek, do të thjesht i marrin shumë lek nga shumë lek që ka. E kuptoj, gjitha kjo është vetëm për përfitime dhe meqense jemi te mikrofoni dhe fakti që ai është i ndezur dhe na përgjon, ne flasim shqip. Po. E kuptojnë shqipen? Po patjetër që kuptojnë shqipen. Kuptojnë çdo gjë të mundshme. Patjetër. Po ne shikojmë tashmë më të mbrojtur. Absolutisht jo. Ne shikojmë edhe programe tashmë të inteligjencës artificiale. Sa shumë kanë përparuar edhe në gjuhë të ndryshme, edhe në gjuhën shqipe patjetër. Demek na përgjojnë. Fjalën demek e kuptojnë? Unë them demek na përgjojnë çdo moment. Kate, ti ke ndonjë pyetje që të kuriozon, do ta sfidosh Denisën apo e bëre shoqe tani? Jo, me që bjem dakord, besoj se do kishim debat, domethënë të kundërt. Unë do të thoja ç'është diçka që nuk e dim. Diçka që është përtej narrativës, narrativës që është për ndaj unë, për shembull, që unë i them përgjigjen gjatë gjithë kohës, unë i thash sapo i thash përgjigjen ekrani i lavatriçes, sepse nëse është me touch. Unë mendoj se po, të gjitha pjesët që janë elektronike dhe që ka një lloj touch ose kanë ndonjë lloj edhe lidhje me Bluetooth apo me wireless apo që janë akoma më të rrezikuara për të përgjigjuar. Kështu që mua më duket sigurisht jemi kthyer në një Big Brother të madh që nuk dim tashmë nga të ruhemi. A ka një formë për të mbrojtur? Nuk mund të jesh mbrojtur totalisht. Në sensin që patjetër që ka forma që mos të jesh i ekspozuar, totalisht, pra verifikimi çdo lloj linku që ty të vjen në telefon, pra mos prano përpara se të verifikosh çfarë është dhe mos përdor asnjë lloj aplikacioni tjetër për të shkarkuar lojrat ndryshme apo nuk e di çfarë mund të shkarkohet përveç Google edhe Apple Store. Pra nuk duhet të shkarkojmë shumë aplikacione dhe nuk duhet t'i japim akses por dhe një kontroll her pas here, sepse në momentin që nëse përgjigjesh nga pjesë e treta, as nuk po flasim për përgjigjimet që bën Google, Meta apo Facebook, po mund të jesh një lloj personi predispozuar për të qenë i përgjigjuar, kështu që her pas here duhet kontrollosh nëse bateria të bie shumë shpejt, nëse telefoni ndizet fiket pa arsye. Nëse ke një harxhim interneti jashtë të zakonshme që ti nuk e mendon që e ke konsumuar, pra ka disa pjesë që ty të tregojnë që je një person që je vulnerabël ndaj përgjigjet. Ti ngëllon goxha e frikshme edhe gati duket si një luftë e re. Mendon realisht që kjo është lufta të cilën ne po jetojmë sot? Unë mendoj që jemi në një luftë. Pra spirituale. Jemi jo vetëm spirituale, po më duket se jemi ndarë në sensin që në dy kampe, pra ne njerëzit e thjesht, edhe ata që kanë në dorë informacionin sot, që janë njerëzit më të rëndësishëm të botës, prandaj Meta apo Mark Zuckerberg edhe të tjerë janë personat më të rëndësishëm sot, sepse kanë ato që të gjithë e duan, kanë informacionin, që të gjithë u shërben në një moment të caktuar. Që mendoj që kampi është ky, pra lufta është midis njerëzve dhe asaj çfarë ne duam të mbesin nga ne. Në një lloj forme, pra duam të ruajmë autenticitetin tonë dhe të jemi njerëz dhe që të mendojmë me mendjen tonë, pra unë mendoj, pra jam njeri sepse mendoj. Dhe ajo që mua më mbet është që nëse nuk do mendojmë me mendjen tonë, çfarë do jemi në të ardhmen. Mendon që nuk ka më liri? Pra ne nuk jemi të lirë më as të mendojmë? Ose të njohim veten dhe ta shprehim atë siç duam? Mendoj që në një lloj forme mendimi jot nuk është i joni, pra është influencuar totalisht nga ajo çfarë ne bombardohemi në përditshmëri, para çfarë na shfaqe, televizionet, media sociale, dhe në një lloj forme mendoj që jemi duke u sjell, por do sillemi më shumë në të ardhmen, ashtu siç do duan që ne të sillemi. Dhe si mendon, bën dot një parashikim për të ardhmen? Me gjithë të avancim të teknologjisë edhe me gjithë këto të dhëna që kanë grumbulluar. Mendoj që nuk është i largët, në sensin që nëse njerëzit e shikojnë si një kur flasim për inteligjencë artificiale, se inteligjenca artificiale është duke bërë këtë proces totalisht më thjeshtë, sepse i analizon dhënat me me kohë rekord e të dhëna shumë të mëdha. Që nuk është se mendoj në 20 apo 30 vite, por mendoj që do ketë një diferencë shumë të madhe në 5 deri në 10 vite në vazhdim, dhe ne këtë po e shikojmë në breza, në sensin që brezi jon ndryshon jashtëzakonisht shumë me brezin e 20 vjeçarëve sot, dhe 20 vjeçarët ndryshojnë totalisht shumë me brezin e fëmijëve 10-12 vjeç, si në mendime, si në stil jete. Edhe ky është brezi në fakt që nuk e ka kaluar atë periudhën që ne kemi qenë brezi i fundit, që jemi rritur pa telefona, edhe kemi kuptuar vërtet se çfarë është luash në natyrë para pallatit, kurse këta pa teknologjinë nuk bëjnë dot. Që jam bërë, se mua ka filluar më vjen totalisht keq. Edhe unë ndihem se shikoj raport me djalin tim që është 12, në lloj forme ndihem fajtore çdo ditë, sepse më duket që pavarësisht informacionit që unë kam të pamundur që ta shkëpus totalisht, domethënë është diçka që është përtej meje, dhe edhe kur e shikoj të gjithë brezin,
më duken si disa më falni për shprehjen zhargoni, po zombi të vegjël që ecin, sepse tashmë nuk duan të bëjnë asgjë, dhe unë shikoj që duan gjë më të thjeshtë, edhe në pra nuk janë bërë mekanik po thua. Nuk mendojnë, dhe unë mendoj që në 50 vite në vazhdim ne do kemi njerëz që do shkruajnë, e kupton? Si të mendosh kur ti ke ChatGPT-n që e pyet edhe për ndjenjat e tua, për mendimet e tua, për punën tënde dhe kontrollon gjithçka. Është shumë e rëndësishme që nuk kanë pa ndonjëherë botë pa teknologji. Domethënë kjo është pjesë që jemi në fat. Po duhet shikojmë diferencën. Domethënë këta që po rriten me teknologji dhe ne që jemi në një formë akoma kështu empatik, se ne kemi disa grimca akoma, nuk është se jemi bërë njerëz të do jenë të pamëshirshëm thua? Mendoj që nuk do jenë social si ne, pra marrëdhëniet ndërpersonale nuk do jenë më kaq intime, pra ne e duam akoma për shafimin. Unë shikoj që këta fëmijët pra të asaj moshe janë edhe më të ftohtë ndaj marrëdhënies fizike, sepse janë futur në atë botën e tyre dhe miku i tyre më i mirë, shumë të izoluar. Pra miku i tyre më i mirë është ai telefoni dhe ndonjëherë dhe ato ndjesitë e veta i shprehin tashmë në telefonin. Kështu që e mendoj që do jetë një brez edhe më i ftohtë, më kalkulues, më i tërhequr. Dhe 6-7. 6-7. Po e shikoj edhe në këto, në marrëdhënie dashurore, nëse ju e keni vënë re, që do thonë ç'lidhje ka teknologjia. Mendoj që ka një lidhje shumë të madhe. Si ndikon për mirë apo për keq? Mendoj për keq, sepse nëse do bëj një paralelizëm të brezit ton dhe brezave të tanishëm, dashuria është bërë shumë e largët në brezin e tanishëm. Unë mendoj të kundërtën në fakt. Është transaksion. Se sot përmes rrjeteve sociale njerëzit janë më të ekspozuar. Është vërtet ti ke më shumë mundësi të njohësh, por më duket sikur vlerësimi që ata kanë për ndjeshmërinë tashmë, për dashurinë është shumë i largët. Po pse ndodh kjo? Nuk e vlerësojnë shumë. Domethënë siç e kemi vlerësuar ne dikur, sepse mendoj që edhe media sociale dhe teknologjia, siç e ka atë pjesën e mirë të vet, që ti thua që kam akses të njoh njerëz, shikoj si komportohen nga gjërat që hedhin dhe ti krijon një lloj profili të. Por, ama është edhe më e thjeshtë që ti një njohje apo diçka që e ke, ta hedhë shumë shpejt sepse variantet e tua për të njohur njëri tjetër janë shumë më të mëdha sa dikur. Nëse ne kapeshim dikur pas një njeriu, edhe luftonin për të sakrifikonin. Ndërsa tani variantet janë shumë më të mëdha dhe kjo ka krijuar një lloj. Është dhe pjesa e heqjes së faktorit njerëzor. Domethënë është pjesa e heqjes së faktorit njerëzor, domethënë nëse dikur më fal për shkakun nga eksperjenca personale, nëse dikur një nga çunat e tavolinës kishte qef një nga gocat, duhet ti rrifje shpatulla, domethënë Shko fole. I kemi humbur. Shko gjuaje. Këto nuhatjet edhe këto. Duhet më pa në sy, domethënë duhet më menaxhu rrjetet e zemrës, duhet më menaxhu frymëmarrjen, është punë në vete, ndërsa në produkte konsumit domethënë. Me mesazhe është domethënë tash si flasin shokët e mi bie fjala, si flasin kur mundohen të flasin me një femër, më falni që po ju them, domethënë po flisni me një grup, po flisni me 5 çuna njëkohësisht. Është pjesë e këshillit të çunave, nuk ka konsultime. Jo mos e dikur ndodhte poshtë pallatit tani bëhet për grupe, po ideja është po kur mërzitet se nuk i fole dhe të çon 5 zemra edhe thotë që po të çova 5 emoji zemra. Ne mendoj, domethënë si është ky dashuria, kupton? Unë nga që jam edhe, domethënë sensi që unë ndjej shumë se nga që jam edhe natyrë që mua më pëlqen shumë të shkruaj, jam natyrë shumë poetike dhe jam shumë shpirtërore dhe e dashuroj shkrimin, dashuroj në sensin që para disa kohësh nxora librin tim parë, jam duke punuar në dytin, se më duket sikur është e vetmja gjë që mban tashmë më lidh me njerëzorën në gjithë të botë kaotike teknologjike. Janë libra me poezi, nuk kanë bënë me teknologji. Është roman. Kështu që kjo është një gjë që mua mban me njerëzorën dhe kur mendoj që dashuria këtyre të rinjve është kthyer në një lloj zhargoni CPB, ku je, nuk e di ç'i kanë këto, KLM shumë shpejt. Shiko, Denisa mos ndoshta kjo i shërben një plani edhe më madhor asaj që diskutohet se me sa duket globi nuk na mban dot të gjithëve dhe jemi shtuar shumë si popullate dhe kështu që e zbejnë dhe dashurinë dhe empatinë, faktin që njerëzit duhet të rinë me njëri tjetrin, të riprodhohen, koncepti familjes po goditet po ashtu. Po, nëse do flisja, nuk e shikoj shumë si konspiracion, sepse më duhet sikur po bëhet e pamundura që familja mos tjetë më ajo që ka qenë dikur, me të gjithë këtë agjendën që është tashmë, e humbet koncepti familjes. Mendoj kur ka ardhur deri në Shqipëri, pjesa e humbjes konceptit familjes, si Shqipëria ka qenë është tradicionale, ne jemi një lloj populli që jemi shumë të lidhur me pjesën e familjes dhe unë shikoj që
në Shqipëri ka ardhur ndom tash, ti dëgjon 1 në 2 ose 1 në 3 çifte janë duke u divorcuar, që është alarmante. Kështu që mund të themi që po, mund të jetë një pjesë e agjendës, një pjesë e programimit, patjetër, se unë besoj në këtë që jemi duke u programuar në një lloj forme. Do të thënë prandaj kontrollohemi, edhe prandaj përgjohemi përmes telefonave tanë. Që të shkëputemi nga njëri tjetri? Për të krijuar profilizime, për të shkëputur. Shiko, me minj, si një fush shumë i rëndë. Nga shumë lart. Unë dua dashurinë. 100 minj këtu po zien me këto 200 minj të tjerë këtu. Nuk janë me njerëz, nuk janë njerëz. Jo, ne jemi numra, jemi thjesht numra. Tani më fal, këta njerëzit që na kontrollojnë neve çan, se ne që kemi kafje për ta. Tash ky hyn në konspiracione më të forta pastaj, kështu që mos të. Shiko, jo, unë për shembull Elon Musk, unë e kam ndjekur, pavarësisht se në konceptin tim patjetër që ai ka atë pjesën për cilën është folur, pra që ka vuajtur nga një sëmundje autike kur ka qenë i vogël etj, por para disa ditësh, muajsh, dëgjova një intervistë shumë interesante të Dados së tij. Nuk e di nëse e keni dëgjuar, të personit që e ka rritur. Pas ka shpëtuar kjo. Okej. Ajo ka bërë një intervistë shumë interesante dhe në këtë intervistë tregonte se si ajo mendonte që Elon Musku nuk ishte një person, pra njëri si të gjithë ne. Të tregonte episode të ndryshme të jetës së tij në momentin që futen në dhomën e tij dhe të thoshte që në 2-3 episode që kanë parë, ai fëmijë kishte të mundur që të hapte portals, pra portale me dimensione të tjera. Dhe kjo ishte një deklaratë shumë e fortë në fakt e Dados, dhe u bë shumë virale në moment saktuar dhe u mor në shumë intervista. Dhe më pas dekonspiroi, më pas dekonspiroi edhe në një lloj forme dhe familjen e tij, pra që fliste për nënën e tij, për ritet, për kultet që nëna e tij organizonte me pjesën më të pasur të botës në atë kohë. Pjesa dërmuese e njerëzimit mendonte që është autizmi që ka dhënë këtë genialitetin, edhe neve na ka ndodhur që në shkollë apo në lagje apo në komunitetet ku jetojmë, të kemi rastisur njerëz që janë genial, në sensin që janë më të avancuar në dije, më të përparuar. Po, më ka rastisur dhe mua. Po, që janë që janë anti-social, që nuk janë sociale, që janë të fokusuar pra në sensin që neuronet e tyre janë të drejtuara vetëm drejt një gjëje dhe merren vetëm atë gjë, dhe atë gjë e bën shumë mirë. Por kjo intervista në një lloj forme më tronditi pak, domethënë. Më tronditi edhe neve. Më tronditi në një lloj forme. Se po filloj të mendoj që ka krijesa të tjera përveç njerëzve, dolën liderat mbarbotror satanist PDF që bëjnë rituale, sakrifikime dhe kanibalizëm me fëmijë. Ka gjë të çuditshme më, domethënë nëse them është toka e sheshtë, të duket kështu tani. Denisa vëri një emër, çfarë është Elon Musk? Reptilian nuk do doja të thoja, por mund të them ndoshta sa konspirative do ishte kjo tani. Jepi, shprehu. Dyshojmë për Shiko, unë mendoj që ndoshta Elon Musku është një person që e kujton veten e tij. Është old soul, shpirti i vjetër, ka jetuar më përpara. Po, dhe ai e kujton eksperiencën, kështu që ose mund të jetë një person që jeton në dimensione të ndryshme tani. Elon Musk mban mend që momenti kur ka lindur, kur ka ardhur në jetë. Që kur ka lindur mbas e mbaj mend të gjithë, jo që kur kemi lindur, por në një farë moshë caktuar. Presupozohet që gjithë secili nga ne, pra, ky është konspiracioni plot tashmë, gjithë secili nga ne jeton në një moment në dimensione të ndryshme, Në këto dimensione të ndryshme patjetër që ka dije dhe njohuri të ndryshme. Por ne jetojmë, praktikisht kuptojmë atë dimension dhe atë energji që kemi, pra këtë që kemi tani, po ndërkohë që ekzistojnë versionet tona në dimension paralelisht. Dhe ajo që e keqe që është që ne nuk mbajmë mend ose nuk kujtojmë. Do mendoj që ndoshta Elon Musk mund të jetë një ndër këta persona që po kujton dhe i njeh veten e tij në të gjitha llojet e dimensioneve. Dhe patjetër që ka këtë fuqinë e tij. Dhe ka edhe mënyra për të interdimensionalisht mos gaboj, është diçka që quhet viewing glass, që është një projekt që e kanë pas të aksesueshëm dhe pastaj e bën e hoqën nga ekzistenca. Para se ty mund të bëj një përshëndetje për një sponsor tjetër. Patjetër. Simak Albania. Me Simak Albania ka akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologjia italiane nga liderët evropian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Fantastike. Tani mos u mbasim asnjë moment, se kjo ishte shumë shpresoj mos ta gjej Elon Musk. Ishte shumë ngacmuese, edhe unë dua të di mos ndoshta në Shqipëri ke rastisur ndonjë njerëz të tillë. Nuk e di, a konsiderohen alien këta? Shikoj, jo, nuk kam rastisur, por kam rastisur shumë pra kam dëgjuar dhe kam rastisur shumë persona që
mundohen që nëpërmjet riteve të caktuar të lidhen me veten e tyre, their higher self, domethënë me veten e tyre më të lartë. Më të avancuar, që mund të jetë në një dimension tjetër ndërkohë, duke bërë diçka tjetër. Këtë e di dhe jam e bindur që jam shumë e bindur, që ka persona që Shqipëri që bëjnë dhe janë persona që janë shumë të rëndësishëm këtu. I njohim ne? I njohim dhe marrin vendime për ne. Marrin vendime për ne? Kontrollojnë mendjen tënde. Kur flasim kështu dimensione shumë të largëta, të tjera besoj njerëzit i mendojnë shumë larg. Domethënë sikur një dimension tjetër paralel, dhe harrojmë faktin që mund të kërkohet në Google tani, domethënë diçka shumë interesante, sa përqind të informacionit që kemi përpara syve ka syri. Dhe do të dali përgjigje 1%. Ti do thua që këtu bashkë me ne kemi disa të ftuar të tjerë. Po, në realitet të tjera, 99% është e faktuar të informacionit që ke përpara syve, nuk po e shef dhe nuk po e përcakton. Mami më merr të lutem. Që është e faktueshme, domethënë thjesht nuk e quajmë dimensione të tjera, i ndrojmë emrin për të humbur gjurmët dhe bla bla bla. A janë të dëmshme këto ritualet, këto ritet që ti përmend? Nuk janë për gjithë? Po, varet sa i fortë je psikologjikisht për të përballuar gjërat dhe për të ditur të vërteta. Okej, pra do një konsent. Do patjetër, do një njerëz që të ndjek, do një person që të aty që të monitoroj të gjithë këtë udhëtimin tënd, po e them në një lloj forme. Për këtë projektin. Ti e ke tentuar këtë gjë me veten tënde? Jo. Nuk e një ide çfarë mund të jesh duke bërë në dimensione të tjera? Po jo, nuk e kam. Domethënë unë kam ngelur akoma te meditimi. Nuk jam akoma në këtë, nuk jam gati, me thënë të vërtetën, sepse të paktën këto persona që unë kam njohur dhe që e kam provuar, thonë që është një thirrje. E brendshme. Që unë nuk e kam atë thirrjen akoma për të, po. Mendja jote është e qetë për momentin. E di pse të ngasmoj për këtë, sepse kur erdhe the kam veshur. Po sepse besoj të rimishërimi, këtu besoj, kështu që tash kam veshur të ushtaraken dhe nuk e di se kush është lidhja ime me Beson që njeriu ka më shumë se sa një jetë? E besoj këtë, e besoj. Në sensin që mund të lexon edhe atë librin Shpirti që e vërteton këtë gjë, është shkruar nga një prej psikiatrëve që ka qenë me famë shumë botërore. Dhe praktikisht edhe tregon edhe mënyrën se si pra shpirti udhëton nga një person apo nga një eksperiencë në një eksperiencë tjetër. Kështu që po, dhe e besoj se janë disa gjëra që më bëjnë që ta mendoj këtë. A duhet të guxojë njeriu kaq shumë? Pra, a mund ta japi maksimumin e tij në tokë duke patur dilema të tilla? Duke menduar se si mund të jetë, se kjo nuk është punë për të gjithë një herë. Kjo nuk është punë për të gjithë. Se është shumë në sensin që po do ilaçes, përballohen ndryshe. Asi sa mirë kur s'mendon, e ke parasysh se edhe shtrihesh e bën atë gjumë rehat dhe nuk ke një pikë pyetje çfarë duke bërë në dimensionin tjetër tani. Më ndjes që të ndërpres, po mua më duket sikur njerëzit që nuk mendojnë kaq janë të lumtur dhe të suksesshëm. Kjo është vërtet. Po pse lodhemi ne të tjerët pastaj? Vetëm çfarë më bë? Çu ke lidh? Po shiko, unë mendoj kështu, që edhe madje e them shpesh me mikeshat e mia, them që mbase ky evoluimi im shpirtëror në këtë jetë, them ndoshta do jetë hera e fundit që do vinë tokë, se nuk dua të vi më me thënë vërtetën. Jo, lista na duhet të bëjmë vizion brapa. Është pa shpëtueshme. Kjo pjesë nuk e di pse e quajmë akoma conspiracy, domethënë thjesht sepse nuk e pranon shkenca moderne edhe këto. Po që nëse ka një prekje, domethënë mes një personi tjetër, sidomos një kontakt fizik që dhem, me fjalë një grusht. Arsye pse dhem bana tjetër, sepse pati një transmetim energjie nga unë te ti, bie fjala. Që i bie që energjia që përbën te personin 1 tash i përbën personin 2, por nuk e mban mend që ka qenë ndonjëherë njëshi. Totali i energjisë këtu brenda është ajo që mund ta quajmë fusha eterike, sipas shkencës ose shpirti i shenjtë, domethënë sipas shpirti që i dha jetë Marias, bla bla bla. Kjo eksperienca totale që është midis nesh. Bie fjala memoria e mia dhe të tua dhe të natës bashk, qofse vëm një total, këtë mund ta quajmë fusha eterike ose shpirti i shenjtë ose Zoti, me 100 palthonjza. A është kjo që krijon energjinë në dhomë për momentin? Po, domethënë ajo që gjithashtu krijon këtë gotën sa herë që e shoh, sepse kur nuk e shoh nuk është aty, sepse funksionon si lojë. Kjo nuk e di pse e quajmë akoma teori konspirative, domethënë sepse thjesht nga fakti që nëse ka një grusht mes të dyve, energjia e njërit shkon te tjetri, dhe i bie që jemi e njëjta gjë, përbëhemi nga e njëjta gjë, nga energjia, thjesht për momentin një pjesë e kësaj totalit është e unë. Dhe ka këto informacione dhe këto memorie. Po janë gjëra që nuk është. Kjo është shumë interesante, po edhe unë mendoj këtë që ne jemi një. Zoti i ri-eksperiencon vetëm. Po, e mendoj këtë pjesën që ndoshta jemi një dhe jemi duke përjetuar eksperienca të ndryshme në funksion të
të madhës, të tërës. Pra duke i dhënë, cili është ky funksion, qëllimi kryesor? Jo, duke i dhënë informacione, pra në sensin që unë për shembull jam në një pikë tjetër stime tash, e kaluam nga teknologjia në shpirtërore, Unë për shembull jam në një pikë tjetër stime tani që praktikisht nuk gjykoj askënd. Pra dhe kur dëgjoj për dikë që i bën keq dikujt, për dikë që vjedh, për dikë që patjetër që është diçka që nuk duhet ndodhi, sepse është në dëm të. Mos e gjyko, po ndërhyn nëse jo, dua të them këtë që është në shërbim të diçkaje, sepse praktikisht universi ka nevojë të përjetojë çdo lloj eksperiencë të çdo kujt. Pra edhe si ndihet dikush që vret, edhe si ndihet dikush që vjedh, edhe si ndihet dikush. Po në këtë çështje energjisë besoj shumë, pra që transmetohet. Kështu thënë edhe për momentet e vështira që kalon njeriu në jetë, që janë faza që duhen përjetuar, në të kundërt janë sfida personale që të ndihmojnë ty që të rritesh edhe të mos bësh një gabim prap edhe të kalosh më mirë edhe të duash veten. Po që njerëzore është e çuditshme ndonjëherë, po meqense po flasim për energjinë edhe fuqinë që njeriu mund të ketë, po ndoshta nuk e shfrytëzon maksimalisht sa ç'duhet. Beson te manifestimi? Shiko, besoj. Po besoj. Në sensin që unë mundohem edhe ta kryej her pas here, të vizualizoj situata të caktuara. Ke tërhequr ndonjë gjë? Gjëra të vogla, prandaj mendoj që ndoshta nuk jam aq haj shpirtërisht ose nuk di ta bëj siç duhet. Për shkak këto gjërat minimale ose të tipit që je duke menduar një njerëz dhe ai person del në rrugë ose merr në telefon. Ose merr në telefon, pse kam ngelur deri këtu, domethënë. Ose Tirana është shumë e vogël. Por besoj te fuqia e vizualizimit, në sensin që ato që ti hedh, jo vetëm të vizualizimit, mënyrë si të ndihesh brenda. Dhe kam kuptuar që për shembull, pra e kam vënë re te vetja që në momentet që unë jam mirë me vete, shikoj që dhe tërheq gjëra shumë të bukura rreth vetes, Momentet që jam keq, shikoj që asgjë s'më shkon. Kështu që varet çfarë i jep universit dhe ai do të bekoj bek me ato që ti jep. Denisa, biseda ishte shumë interesante, vetë the që ka përcyem nga dega në deg, po patë mundësinë që të njohim ty edhe përtej profilit që ti përfaqëson, të paktën nëpër media. Si thua, e mbyllim me këtë, çfarë do doje ti që shqiptarët të mendonin një herë? Shqiptarët, ky popull i çuditshëm. Në qëse ke nga pikpamje teknologjike, çfarë të mendonin një herë? Apo shpirtërore? Çfarë do qoftë, se unë e di që ti e ke botën e madhe dhe je guximshme si natyrë. Shiko, do doja e para, jo vetëm që të mendonin, por do doja që mos të shkëputesh nga vetja, sepse unë shikoj në përditshmëri që një pjesë shumë e madhe e personave janë shkëputur nga vetja, nuk kanë më raportin me veten e tyre. Edhe kështu fizik, nuk. Dhe e dyta, duke qenë se folëm për energjinë, pak më parë, dua të them vetëm një gjë, që unë e shikoj rëndom. Shikoj që këto raporte tashmë fizike, pra edhe seksuale, janë bërë shumë random. Dhe kjo është një thirrje për të rinjt. Edhe për pjesën, edhe për pjesën energjike. Vlerësohet që ti që ti pranon, që duhet të pranosh në trupin tënd apo në energjinë tënde. Sepse sa më kaotike të jetë bota e personit që është me ty, aq më kaotik është mesazhi që ai do përçojë brenda teje në momentin që ti ke atë raportin fizik. Pra le të rikthehemi te vitet kur njerëzit dashuroheshin dhe ishin sa më pak e mundur ky raporti me këdo që është të del around. Të çiftet njerëzore, jo të shartimin në mënyrë kafshërore, ashtu si duan ata që të veprojmë. E ka në dorë vetë njerëzit. Denisa, shumë faleminderit, ishte vërtet kënaqësi që të kishim në mendoj një herë. Faleminderit juve shumë për ftesën, ne shijova pafund. Ne ndërkohë kthehemi pas pak.